Dashi, energjia profesionale është në rritje dhe mund të shfaqen mundësi të reja në punë. Demi, stabiliteti financiar mbetet prioritet, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Binjakët, komunikimi në punë luan rol kyç dhe ndihmon në sqarimin e situatave të rëndësishme. Gaforja, detyrimet familjare mund të ndikojnë në ritmin tuaj të përditshëm. Luani, mund të merrni një rol më udhëheqës në një situatë profesionale. Ygjëresha, produktiviteti është i lartë nëse ruani përqendrim dhe organizim. Peshorja, bashkëpunimet mund të sjellin rezultate pozitive dhe të qëndrueshme. Akrepi, vendosshmëria ju ndihmon të përfundoni detyra të rëndësishme. Shigjetari, energjia shpërndahet lehtë, ndaj fokusi duhet ruajtur me kujdes. Briciapi, përparimi në punë është i ngadalt, por sigurt dhe i qëndrueshëm. Ujori, mendimi praktik ju ndihmon të gjeni zgjedhje kreative për problemet. Peshqit, jeshmëria emocionale mund të ndikojë në vendimet tuaja. We'll be right back.